Vlezër të nderuar, xhamatlit të pranishëm, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me shpjegimin e librit të Imam Dhahabiut rahimahullahu taala, mëkatet e mëdha. Sot do të shpjegojmë për një mëkat i cili mëkat është përhapur në mesin e muslimanëve, sidomos në kohët e vona. Ky mëkat është mospërthillja e prindërve, ku Allahu Azza wa Jall në shumë ajete në librin e tij, po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam në sunetin e tij ka treguar pozitën dhe vlerën dhe rëndësinë e madhe që e posedojnë prindrit në Islam. Dhe është një nga etikat e mëdha dhe simbolet e mëdha që manifeston besimtari sjelljen dhe moralin ndaj prindërve të tij. E disa besimtar të cilët janë disa nga të rinj të cilët kanë filluar që ta zbehin këtë etik, kanë filluar që ta zbehin këtë moral, i cili është morali i lartë që Allahu subhanahu wa taala në librin e tij e ka krahasuar, e ka barazuar adhurimin e tij për skaj të respektit ndaj prindërve. Jo rastësisht Allahu subhanahu wa taala në librin e tij thot: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allahu azza wa jall ka vendosur në mënyrë të prerë që të adhurohet i vetmi Allahu azza wa jall, pa i përshkruar atij idhujtari apo rival, wa bil walidaini ihsana, dhe të jetë bamirës ndaj prindërve të tij. Thot Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, thot atë shumë i ka dhënë vlerë dhe pozitë të madhe respektit të prindërve, sa që Allahu Azza wa Jall e ka krahasuar dhe e ka barazuar njohshmërinë të cilë është krijimi i qiejve dhe i tokës, dhe gjendja dhe krijimi i njerëzve dhe i xhinëve, ashtu siç thot Allahu Azza wa Jall: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i krijova xhinët edhe njerëzit në këtë botë vetëm se të më adhurojnë mua. Pra e ka vendos tauhidin, njohshmërinë e Allahut Azza wa Jall për skaj do të thot respektit të prindërve. Kështu që thot Abdullah ibn Abbasi, Allahu Azza wa Jall ka dashur na treguar me këtë ajet se ai që adhuron Allahun Azza wa Jall është ai që i respekton prindërit. Ai që nuk e respekton Allahun, nuk i respekton as prindrit e tij, sikurse ai i cili nuk e adhuron Allahun Azza wa Jall në njohshmërinë e tij është e kundërta e tauhidit, çka është shirku, rivaliteti apo idhujtaria. Kështu që ai që respekton prindrit e tij e ka respektuar Allahun. E ai i cili nuk i respekton prindrit e tij, atëherë nuk e ka respektuar as Allahun. Sikur që në disa ajete Allahu Azza wa Jall ka thënë: "Wa ati'u Allaha wa ati'u Rasul." Bindjuni Allahut dhe bindjuni Muhamedit alayhis salatu wassalam. Nëse çfarë do të thotë kjo? Nëse ti nuk i bindesh Allahut, nuk je bindur pejgamberit alayhis salatu wassalam. Me këtë tregon Allahu Azza wa Jall: adhuroni Allahun në mënyrë të premtë, adhuroni Allahun dhe respektojni prindrit e juaj. Kjo do të tregon pozita e lartë që e ka vendos Islami, pra që të respektohet pra prindrit së bashku, baba dhe nana në këtë rast. Allahu Azza wa Jall në ajet tjetër thot: "Wa'budullaha", qëre, adhuroni Allahun. "Wa la tushriku bihi shay'an", dhe mos i përshkruni Allahut rival. Me njëherë e kanë gjitë, nuk e ka largu, këtu me njëherë, në tauhid, në bazë, në palës: "Wa bil walidaini ihsana", dhe bëhuni bamirës, silluni mirë me prindrit e juaj. Kjo tregon Allahu Azza wa Jall ka vendos, pse dietartin, se Allahu Azza wa Jall është krijuesi jot, stigmatizuesi, rregulluesi, furnizuesi që të ka furnizuar, ti ka dhënë këtë mirat në këtë botë, është krijuesi jot dhe sebeb pas Allahut Azza wa Jall janë sebeb prindrit e tu që ti jenë në këtë botë. Dhe Allahu Azza wa Jall po thot, çka po thot në Kur'an? "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira", thuaj o Zot, mëshiroj këta prindrit e mi në pleqni dhe fali ashtu siç ata u kujdesën për mua kur unë isha fëmijë i vogël, që ata më edukuan dhe më rritën deri në këtë moshë apo deri në këtë mënyrë. Kjo tregon Zoti se pasi që Allahu të ka krijuar dhe ta ka obliguar adhurimin,
ta ka obliguar respektin dhe sjelljen dhe bëmërsien ndaj prindërve dhe këtë e ka ngritur me një pozitë shumë të lartë. Mu për atë është një rast i cili është i njohur, një tabiin. Tabiin i cili ka jetuar në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Shiko sa interesant. Për me qenë sahabi, për me qenë shok i Muhamedit alayhis salatu wasalam, duhet me pranu islamin në kohën e Muhamedit alayhis salatu wasalam dhe me pa Muhamedin alayhis salatu wasalam dhe me thonë shahadetin në prezencën e Muhamedit alayhis salatu wasalam, ki konsiderohet se është taku e ka pa Muhamedin alayhis salatu wasalam dhe e ka pranu islamin dhe ki konsiderohet një nga sahabët. Ky person i cili quhet Uwais al-Qarni, i cili ishte me priardhje nga Jemeni, i cili e kishte pranu islamin në kohën e Muhamedit alayhis salatu wasalam dhe ishte musliman në kohën e Muhamedit alayhis salatu wasalam, mirë po nuk konsiderohej sahabe. Pse su konsideronte sahabe? Se ki nuk ishte takuar me Muhamedin alayhis salatu wasalam. E çka ishte pengesa? Që ki person nuk u ka taku me Muhamedin alayhis salatu wasalam, ki e kishte një njon plak që u kujdeste shumë për nonën e vet. Dhe shkuarja prej Jemenit deri në Medinë është 1 kilometrazh deri në 1000 kilometra, e për me emri deri atje i duhet një kohë shumë e gjatë, një kohë shumë e madhe, e nuk kishte dëshirë ta lënë nonën e tij, ndoshta në situata të këqija se ai që u kujdes që ishte vetëm se e dinte se suksesi, bereqeti, mirësit, xheneti janë në respektin e prindërve, e sidomos kur ata janë në moshë të shtyr, kur ata kanë nevojë në çat kohë, e kishte prolongu takimin me Muhamedin alayhis salatu wasalam, për çka? Vetëm se tjetë bëmirës ti shërben nonës e ti, sepse nona e ti ka nevojë. U kujdes deri në momentet sa nona e ti ndroi jetë. Dhe pasi që ndroi jetë nona e ti, për spari herë për e merr një rrugtim, ku e merr rrugtimin e parë, për të shku për Medinë. Mirë po, në momentin që kishte ndruar jetë nona e ti, kishte ndruar jetë dhe Muhamedi alayhis salatu wasalam. Dhe nuk e kishte ndëgjuar kise ka ndru Muhamedi alayhis salatu wasalam jetë. Dhe kur niset prej Jemeni për me mrinë Medinë, e sheh se Muhamedi alayhis salatu wasalam nuk është më prezencën. Mirë po, subhanallah, kur Allahu azza wa jall e don një rob edhe e ngrit, dhe Allahu azza wa jall bëmirsin kur nuk e humb, ju drejtohet sahabeve, para mendoj, ju drejtohet sahabeve, shokëve të vet. Ju thot, e ju shokët e mi, është një person Njemen atje. Njemen. është Njemen. E ka emrin, ai emërtohet quhet Uwais al-Qarni. Ai është shumë bëmirës ndaj nonës së tij. Zoti për shkak bëmirësisë që e ka bën ndaj nonës së tij, ja ka dhënë një dhunti të madhe, ai personi çdo herë që i ngrit durt i pranohet lutja. Për shkak se ka qenë bëmirës ndaj nonës ti, Allahu ja ka dhënë që lutjen çdo herë që i ka ngrit durt, ai të bën dua dhe në kohë ishte sprovuar me një sëmurje e cila ishte elberas në gjuhën arabe apo repros, që bëhet kit trupi i bardh, thot kishte bë lutje, kishte shëru Allahu azza wa jall prej asaj smundje vetëm me një dua që kishte bë, dhe ka thonë, e kujna i ka drejtuar? Ju ka drejtuar Ebu Bekrit dhe Omerit. I ka thonë, shikoni, nëse vjen qaj njeri në Medinë, edhe zatek një ju, kush me zatek? Ebu Bekri dhe Omeri. Nëse zatek një ju, kërkojni nga ai njeri të bën lutje, dua për juve, se duaja tia nuk i kthehet prap. Kujna? Ebu Bekri dhe Omeri. Thot, pse e tregon në fund rastin, kana barran bi ummihi, ishte shumë bëmirës ndaj nonës së vet. Shkoki bëmërsis ndaj nonës së vet. Edhe pse nuk është taku me pejgamberin alayhis salatu wasalam. Pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka njoft këtë njeri, ka ditë emrin dhe kush është dhe historinë e këtij njerit, shkoku i çka? I veprës që e ka bë bëmirësi ndaj nonës së vet. Edhe i ka thonë, thujni, nëse e takojni, të bën lutje dua, se duaja ati nuk i kthehet prap. Dhe dietar kanë thonë, njëri prej tyre që jep Allahu sukses dhe nuk ja kthen lutjet prap,
është ai njeri I cili është bamirës ndaj nonës së tij, për shkak se bamirësia e madhe që bën, Allahu zbret bereqet mbi atë njeri, është njeri I suksesshëm dhe kemi pa. Edhe vetë jemi dëshmitar, njerëzit të cilët janë kujdes për prindrit e tyre, janë njerëzit më të suksesshëm në jetën e tyre, në qoftë në aspektin e arsimit, qoftë në aspektin e ekonomisë, qoftë në aspektin e tregtisë, në aspektet e ndryshme. Shkak se ridallah fi ridal walidain. Dashuria e Allahut dhe razilluki I Allahut është në razillukun e prindërve. Wa sakhata rabb fi sakhat al-walidain, dhe hidhrimi I Allahut është në hidhrimin e prindërve. Nëse ti e ke kënaq babën dhe nanën, I ki gëzu, Allahu është I gëzu me ti. Nëse ti ki hidhru, Allah është I hidhru mbi ti. E nëse Allah është I gëzu mbi ti, a ka diçka që e pengon një penges, që mos me ti plotsu këtë dëshirat, kur ti si njeri thjesht, nëse e don një shok shumë, e don një njeri shumë, dhe ta kërkon një kërkesë, ti, jo që m'ja kri, po nxiton t'ja kris për shkak se e don dashurinë që ki ndaj atij. E Allahu thot, dashuria e Allahut për robin, për tyje, është në dashurinë e prindërve dhe hidhrimi I Allahut është në hidhrimin e prindërve, e për ata Allahu Azza wa Jall ja pranon lutjen dhe ja pranon duat. Dëgjoj një tabi'in I madh, një dietar I madh, Hasan al-Basriu, I cili ka qenë I njohur në kohën e sahabëve, një njeri I cili me peshë të madhe, njeri I devotshëm, I cili një prej sekreteve që I kishte pas ky njeri për ta ngritë Allahu atë shumë, derisa thënë dietar, fjalët e këtinat urta Hasan al-Basriut kanë qenë ngjashme me shpalljen e Allahut me fjalët e Muhamedit alayhis salam. Aq do të thonë ka qenë njeri me fjalë shumë të shkurta, mirë po me thonje shumë të mëdha, me dobi shumë të mëdha, ka pas urtësi në fjalët e tija që ki Hasan al-Basriu. Një prej sekreteve kishte qenë shumë bamirës ndaj nanës vet, dhe në momentin që I ndron nana vet jetë, qanë atë shumë sa që studentët dhe talebët të cilët prezentoshin në dersin e tij u habitëm se ki hoxhi madh as po bëj ka sabër, as qenë ka razin kaderin Allahut, sa Allah e pas ka vendos me marë nanën e vet, e ki atë shumë po qanë, diçka nuk është normal, edhe po e pit një student, po I thot, o hoxh, ti I dietar I madh, dhe ti dush me ditë se du të me bo sabër njëri në kësi raste. Thot, o vallahi, nuk jam tu mërzitën për vdekjen e nuk jam tu brengosën se kaderi Allahut e ka caktu. Kur Allah e cakton, as nuk ngutet, as nuk vonohet. Mirë, po ka thonë jam tu më qajt për vetin tem, sepse pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thonë el walidu awsatu abwabil janna, prindi, respekti I prindërve është dera e mesme e xhenetit. Derisa ka qenë nana ime gjallë, një derë e xhenetit ka qenë hapur, me vdekjen e nanës time është mbillën dera e xhenetit. E për ata po qaj, se deri tash e kum pas një derë të qelë, se dyert e xhenetit janë 8, është dera e Agjerus dhe Rayyan, është dera e cila është e luftës, dera e respektimit prindërve, dyert të ndryshme, e thot e kum pas derën e qelë të respektimit të prindërve me vdekjen e nanës më shmbill, do më thonë një derë prej derëve të xhenetit dhe unë për atë, do më thonë jam duke qaj. Problemi është I ketë sahabëve, kur të ndëgjojmë I shumë mirësive dietarëve, kur ta qësh Imam Shafiun rahimahullahu taala, që ka qenë dietar I madh, nana e tij prej fëmijërit e tij e ka shkollu, e ka eduku, se ka qenë jetim, është bot dietar I madh, dhe kur e kanë pyet çka është sekreti jot, ka thonë sekreti është respekti ndaj nanës teme, dhe kanë thonë dietarët, çdo njeri I madh pas shpinës e tij e ka një grua të madhe, që ajo grua e madhe e ka stimulue dhe ka bo lutje dhe dua, dhe duaja mes prindit dhe fëmijës nuk kthehet prap, dhe suksesi në atë dorën e asaj nane. Për ata, në kohën e fundit, duke u zbe kjo etik, duke u zbe kjo mirësi, duke u zbe kjo pozitë e madhe që ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall, kemi filluar ne njerëzit mes veti, mos mu dasht, mos me pas bereqet, me vrapu tan ditën, mos me pas lumturi kur hin shtëpinë tonë, mos më koni rahat I qetshëm, se e ki prishën I raport me Allah në momentin që I kanë prishën raportet me prindrit e tonë. Sot njerëzit I çojna për shtëpia të moshuarve, sot njerëzit jo mu përla se kush ka me marrën prindin e vet ta ketë aj me vete,
po rokën dhe përlanë se kush ka miro nona dhe baba, kujna kina mi adhanën, babën edhe nonën. Për ata e tregon një rast në vendet arabe, thot një person e kishte marrë nonën e tij, edhe kishte shku në det, edhe rreth detit ja kishte dhënë një fletë, edhe në atë fletë duke ka ditë ajo nona e ngrasë se çka shku në atë fletë. Ai kishte shkruajt një fletë dhe kishte thonë muaj këtë fletë në dorë, prit se unë do kthena dhe kishte shkuar. Mirë po kishim pa të pranishmit, se ajo po nden një kohë shumë gjatë me një letër në dorë, mirë po nuk po vjen askush me marrë dhe afrohet një person, edhe i thot, oj hall, oj loke, çka është çështja jote dhe çka kjo letra të djali im më kalon këtu dhe ka thon pas një kohë ne kam u kthie. Thotë çka është ajo letra, ka mos i ta lexoj, thotë unë nuk di me lexue. E merr ta lexoje, thotë kush e gjen këtë plakën, ne ta çoje tek shtëpia e pleqve. Edhe ja kalon letrën çështë. Se di ka thonë nëse se po të çoj po të lo, e kalon edhe ka hik. Do më thonë nderin kësej grad ka nar kjo është për muslimanëve, se jo muslimanët, ato tregojnë për jo muslimanët, personat që nuk e dinë dhe kanë e ka baba dhe kanë e ka non, po shpesh herë ndodh që i vdes baba edhe i vdes nona dhe ata nuk e dinë, vetëm se kur i thirin policia për me shku në gjyq për ta marrë trashëgiminë e babas edhe nonës, atëherë ato shkojnë. Tregon një person në Evropë kishte ndru jetë, një person në lift kishte ndru jetë, para me noti nuk e ka hapë kur kush liftin mrejna. Deri sa ka fillu të vere era e gjenazës. Edhe çka ndodhin e thirin normal, ndihmën e shpejt, i thirin dhe më thonë ata zjarfiksat, edhe kur e hapin e shojnë se njëri një javë tepër ka ndru jetë mrejna. Një rast po ma tregon një vlla prej vendeve të Evropës, ku punonte në shtëpiat e pleqve, që i rregullonte dhe punonte te ta, thot më thiri një grua një ditë, thot vallaj jam ul, kam ngran dhe kam pi, se zakon ata nuk japin as ushqim, as pi, ato thënë punën e ki që këtë dhe çmimin e ki që kaq. Mirë po tha ulu, tha më pru ambëlsina, e më pru kafe, e muhabet, i bona 2 orë. Thash ma hupe kohën, unë 2 orë kisha buat punën teme. Jo, thot ti orën kime e ki të pagujtme. Ti ki mu pague këtë orën edhe më shumë sikurse një mëditje, për ta ditën. E thot unë u habita. Pasi që e sosa këtë, thash ku është puna, tha s'ka punë. Tha po për çka më ki thirr? Tha të ku më thirr se më është koçit, tha vilica goja, nuk kam bisedu me njeri që 6 muaj. E më ka shku menja me thini punëtor, e kur të pashti djali sjellshëm dhe të pashti musliman, ai djali musliman, edhe ka fillu t'i fole fjalë të mira, e thot ma ka pagu më ditin edhe më ka dhonë dhurat, vetëm se i kumbo muhabet asaj na 2 orë, se nuk kam fol me askan. Për fat keq, këto virusa kanë fillu të thot përhapën edhe tek muslimanët. Për ata Allahu azza wa jalla thot: "O asayna al-insana biwalidayhi husna." Ne e kemi porositur njeriu që të jetë respektues ndaj prindërve. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, sepse nana e tij e ka bardh vështirësi pas vështirësie. Wa fisaluhu amen, dhe pastaj i ka dhënë qumsh 2 vjet. Jo me kaq, nuk e përfundon. Pas kret kësajna, çka po thot Allahu? E një shkurli kret këtë nëse e ban ti, kime më falindëru mua. E një shkurli wali dej. Nëse ti e ban këta, do të më falindërojsh mua, kimi falindëru dhe prindrit e tua. E një shkurli wali dejke, i leje el masir, dhe falindëro mua, dhe falindëroj prindrit e tua, sepse këthimi është tek unë. Shikoje, Allahu azza wa jalla po thot falindëroni mua, me respektin e krejt kësajna, është ti e respekton Allahun dhe e ke respektue prindrit e tu. E falemndron Allahun me këtë mënyrë, i ki falemndru dhe prindrit e tu. Po ashtu, Allahu azza wa jall atë shumë i ka dhonë pesh prindrëve, sa që edhe nëse jeti musliman, edhe nëse prindrit e tu nuk janë musliman, jo vetëm se nuk janë musliman, po edhe nëse ata mundohen dhe përpiqen të largojnë nga feja, të pengojnë nga feja, apo me atë termin sot që është islamofoba. Nëse mundohen me të nxjerr pi feje, çka thot Allahu azza wa jall? Wa in jahadaka ala an tushrika. Nëse ata përpiqen, mundohen që të nxjerrin ti prej feje. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi'ilm, që ti nuk ke dituri për ta. Fala tuti'huma, atër mos i respekto ata në kufër dhe në shirk. Mos i respekto ata që
thojnë ti me dal jashtë fesë, mirë po thot wasahibhuma fi dunya ma'rufa, mirë po ti shoqëroj atë në këtë botë me mirësi, me sjellje, me edukat, me përfillje të mirë. Sillu mirë me ata, edhe nëse janë ata mushrik. Për ata thojnë ki ajeti ka zbrit për Sa'd ibn Abi Waqqasin, i cili është prej 10 përgëzuar me xhenet, thot kur e pranoi ki islamin dhe ishte shumë bëmirës ndaj nanës vet, dhe edhe pse para islamit ishte bëmirës, e kur e pranoi islamin edhe më bëmirës, mirë po nana vet dashti me shfrytzu bëmirësinë dhe butësinë dhe përfilljen e nanës, atë shumë respektin sillen që ta lëkun nga feja e vet, dhe i tha djalit sajna, unë nuk do të ha dhe nuk do të pi 3 ditë derisa të shohin njerëzit se nona jote ka mbet pa ushqim, derisa ti të largohesh prej feje. Atër i zbriti çkia jeti dhe i tha nonës vet, oj nona eme, nëse i kini 100 shpirta, hin edhe dalin, une nuk e kam ndërmend me heq dorë nga feja e Muhamedit, nga feja e Islamit. Kur e pase, do të thot, o shumë respekt, mirë po kur vjen Islami, kur vjen dini, feja, është ajo vija e kuqe, e kuptoj se rëndësia shumë e madhe është e fejes, pas një kohë dhe ajo e pranoj islamin. Mirë po çka? Me sjellje me edukat. Për ato të Allah, nëse ata të kundërshtojnë, ti mundohu mu sjell mirë. Nëse ata mundohen me deviju, ti mundohu ata mi bo davet, derisa Allah don që t'ja zbute zemrën. Për ata një ditë për ditëve, Ebu Hurajra radhiyallahu anhu erdhi tek Muhamedi alayhi salatu wasalam, i mërzitur, tha ja i dërguari i Allahut, tha jam shumë i mërzitur, tha pse? Tha nona jeme, tha po fol fjalë jo të mira për islamin, dhe nuk po të pranon ti si pejgamber, dhe unë jam shumë i brengosur se nana jeme me vdek si jo muslimane. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e boni një dua dhe i tha, o Ebu Hurajra, shko tek shtëpia jote tash. Kthehet Ebu Hurajra me shku te shtëpia vet, nana vet derën ja ka mbyll, i thot prit te dera. Derisa e pret një 15 minuta. Çka kishte bën atë moment, kishte marr gusull, ishte vesh me rroba të reja dhe del para Ebu Hurajrës dhe e pranon islamin. Thot kënaqësia më e madhe në jetën time pasi që e kam pranuar islamin, nuk ka pas diçka më të madhe, më të dashur për mua kur nona ime e ka pranuar në çat moment, domethënë e ka pranuar islamin. Çka thonë dietarët, berru abaakum tabarru abnaakum. Edhe njëna është sot ne do të më konën yrnek, më kon shembulltir për fëmijët e tonë. Shpesh herë dukush ka qef fëmia vet me respektue. Ka qef fëmia vet musil me këtë mirë. Thot unë jam baba i tina. Mirë po shpesh herë ai i cili urdhëron fëmijët e vet mu sill mirë me atë, ai shumë pak sillet mirë me prindërit e tij. Për ata dietarët kanë thonë është një thonje, bëhu bëmirës ti ndaj prindërve që të bëhen bëmirës fëmijët e tu ndaj teje. Edhe kështu njëri tregoi që tha, kur erdha tha pi gurbeti, tha e vizitova nonën time, edhe tu net nona ime tha kishte trombozën e probleme me kam. E tha unë tu i bo mua bete me disponu pak nanën, e tha fillova me ja masirat, tha kamt, që me ja liru pak ato dhimtat, e djali jem tha i vogël nga të muë, po më thot, o bab, kur ki mu më plak? I tha shune, pse, qka kjo pite, pse kur ka mu më plak? Që të bosh si kur nenja edhe në të të masiratit i kamt. Të më thonë se jam të e po, të më thonë, kur e ka po se si silët me nanën, tash këti thmijës për i shkon menja, kur të bona unë një dit, e kitë më plakët, e unë të veproj si kur ki vepron me babën e vetë. E ishte një rast në kin, ishte prej një traditeve të mushrikve, kur unë plakëshim prindrit atë shumë, e kishin një vetë special me një kodër, shkojshin dhe i lishin plesht ati derisa të ndrënjit. Në momentin që ato paralizohen, nuk kanë më mundësi me bo asnjë shërbim, i mirëshin edhe i lishin atje. Edhe merr njëri, një ditë, babën e vetë dhe shkon në lend me një kodër atje dhe ul, edhe kur e ul babën e vet dhe e përshëndet që me shku fillon me qajt. Edhe i thot babës vet, pse po qan? Thot o bir, nuk po qaj që e tu mlonën. Po qaj se më kujtu vendin ku e tu mlon ti, e ku mlonën e babën tem, lenën pak ma nalt ose mbak ma poshtë. Mos mbleq aty ku më kelon tash se unë e pata pru këtu babën tem atëherë kur jam konë unë i ri. Do të thonë berru abnaakum tabarru abaakum. Banuni silluni mirë me prindërit e tu, nëse doni që dhe fëmijët e juaj të sillen mirë me juve. Po ashtu Allahu thot, rida Allah fi ridal walidain, kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve dhe hidhrimi i prindërve, hidhrimi është edhe hidhrimi i Allahut.
para ta dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu men la'ana al-walidain, e ka mallkuar Allahu atë person i cili i mallkon prindrit e tij. Erdhi një person i tha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ayul a'mali afdalu ala Allah, cila vepër është më e mirë te Allahu? Tha salatu ala waqtiha, tha namazin kohën e vet. Tha thumma tha pastaj thash cila vepër është më e mirë te Allahu? Tha birrul walidain, tha respekti i prindërve. Pastaj thash cila o i dërguari i Allahut? Tha pastaj xhihadi, lufta në rrugën e Allahut azza wa jall. Pra i dha përparësi respektit prindërve para luftës. Po ashtu pejgamberi alayhis salam erdhi një njeri, tha ja Rasulullah, tha dua të shkruna në luftë. Tha akide një për prindërve, tha e kam nanën teme, tha plak. Tha idhe fe gjahit fihe, tha shko te nona jote dhe bën xhihad, bën përpiqje, sjellja jote, bëmirësia jote, mirësia jote ndaj nonës tënde është sikur ti me qenë luftë me neve barabar atje në atë frontin. Erdhi një person i tha, sa do të më dash më shumë? Tha nanën, pastaj tha nanën, pastaj tha nanën, tha në fund tha dhe babën, pastaj tha motrën, pastaj tha vllahun, pastaj tha çdo njeri i cili është më afër teje. Këto janë vepra të cilët e ngrisin njeriu në këtë dunjë dhe në ahiret dhe ka shpërblimet mëdha. Mirë po, bamirësia nuk ndalet vetëm se kur janë gjallë prindrit, bamirësia vazhdon edhe pas vdekjes së prindërve. Njëra gjë e cila vazhdon pas vdekjes së prindërve është lutja dhe istighfari për prindrit e tu. A di se ditën e gjykimit kanë me ardhur disa ngrada të larta, disa njerëz, disa besimtarë, në disa stacione të larta të xhenetit, dhe do t'i thënë Allahut azza wa jall, o Zot, unë sipas punëve të mia nuk e kum rri këtë gratë lartë xhenetit. Me çka? Allahu azza wa jall thot, kjo është me lutjen dhe istighfarin që e ka bë fëmiu i jot për ti. Për ata tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mas vdekjes njeriu ndalen vetëm se 3 vepra nëse kanë ndreqën, në xhami, në sen diçka që njerëz kanë dobi, apo ka qenë një dietar që ka lënë ligjërata, ka lënë libra, dhe një djalë i devotshëm i cili lutet dhe bën dua dhe kërkon istighfar për prindërit e tij, Allahu e ngrit në grada të larta të xhenetit. Pastaj kanë thonë bamirësia pas vdekjes është me vizitue vëllezërit nëse i ka gjallë, motrat nëse i ka gjallë, edhe kanë thonë edhe shoqni dhe shok që i ka pas më të afër, që baba i ka dashur me vizitën e atyre shokëve të babës, është sikur me respektu babën, shkaku se baba vet ka pasur raporte të mira me ata, vizita ative, domethënë e shton domethënë shpërblimin tek Allahu azza wa jall. Dhe më fund një i Yemenit kishte ardhur prej Yemenit në hax në kohën e Abdullah ibn Omerit. Abdullah ibn Omerit, djali i Omerit radiallahu anhu, i cili ishte një prej fukahave të mëdhej të asaj kohe, dhe ai po e sheh se nonën e tij po e bart në supe dhe po e bën haxhin dhe tavafin ketë në supe të veta, dhe pasi ja krin haxhin, shkon te Abdullah ibn Omeri dhe i thot, çka thu, ai ku mdol hakush nanës time, se ketë haxhin me Arafat, me Muzdelife, me Mina, e me tavaf e ka bo në supët e mia. I thot vetëm një mund kur të ka lindën, apo në transmetime kur ka qajt natën, kur që kërqajt natën do është kujdes për ti deri mëngjes, apo në momentin që ke dash dërzohet dhe i ka therë zemra asajna, në qatë oj vetëm ata s'mund është mja pagujtë, jo diçka ma tepër. E do më thonë, kjo na tregon se pozita shumë e madhe dhe shpërblimi është shumë i madh, po dietari i madh, Imam Adh-Dhahabiu, e ka cek në mëkatet e mëdha njeriu i cili nuk i përfill prindrit e tij, i cili nuk sillet me sjellje të mirë me prindrit e tij. Kjo është një ndër mëkatet e mëdha që thot Allahu e ka krahasuar dhe e ka vendosur pas imanit, besimit dhe shirkut, i cili është mëkat i madh, është mos përfillja e prindërve. Lutim Allahun azza wa jall që Allah të na e bereqet në këtë dunjë në ahiret, na i ruan prindrit e tonë të cilët i kemi gjallë, ato të cilët i kemi përcjell në botën e ahiretit. Allah azza wa jall ti na gradon me grada të larta të xhenetit, ti ngrit në grada të larta të xhenetit dhe të na bashkon me pejgambert, me njerëzit e mirë. Wa hasuna ulaika rafika. Allah i shpërbleft deri në takimin tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.